është padyshim referenca më e ndritur dhe shëmbulli se si një popull gjen vetëdijen dhe zgjedh rrugën e drejtë, rrugën e lirisë, rrugën e dinjitetit kombëtar. Prandaj ne jemi sot këtu për të nderuar jo vetëm 70 vjetorin e konferencës Pezës, po për të nderuar të gjithë heroizmin e popullit shqiptar, për të nderuar heroizmin partizan, për të nderuar të gjithë ata që i dhanë Shqipërisë medaljen e antifashizmit, për të nderuar të gjithë ata që e bën Shqipërinë pjesëtare të koalicionit antifashist botror dhe pikrisht për këtë arsye lufta nacional çlirimtare e orientuar, e udhëhequr dhe e frymëzuar nga idealet e mëdha të konferencës së Pezës bëri të mundur që Shqipëria të jetë kontributore e çmuar në koalicionin e madh antifashist botror, në koalicionin e vlerave që vjen edhe sot e kësaj dite si një mesazh i madh për të ruajtur dhe për ta mbrojtur të shenjtë amanetin e atyre që dhanë gjakun për lirinë e atë dheut, amanetin e tyre që ishte Shqipëria e lirë, Shqipëria demokratike, Shqipëria e pavarur dhe Shqipëria zonjë në morinë e familjeve, të kombeve dhe të popujve të tjerë të Europës.